Përshëndetje të dashur miq. Po takohemi përsëri me një recetë të radhës. Në këtë rast kam vendosur ta përgatit një ëmbëlsirë me mollë. Është një recetë mjaft e lehtë në shije, po ashtu edhe nuk kërkon shumë përbërës. Sidomos me kafe do t'ju shijoj shumë kjo ëmbëlsirë. Për këtë ëmbëlsirë na nevojiten 5 molla të madhësisë mesatare. Fillimisht i qerojmë dhe pastaj i rendojmë në rende. Mollat e renduara i vendosëm në një tigan. Kushtojmë 1 gotë sheqer dhe 1 lugë të gjellës me kanellë. Mollat duhen të fërgohen në temperaturë mesatare derisa të zbuten dhe t'ju bëhet një ngjyrë e karamelizuar. Në një anë tjetër tundim 3 vezë me 1 gotë sheqer. Pastaj shtojmë 100 ml qumsht, 1 pluhur përpjekje, 1 sheqer vanilje dhe 1 gotë e gjysmë miell. I përzijej mirë. Pastaj marrëm një tepsi të mbuluar me letër përpjekje. I vendosmi mollat të cilat i kemi fërguar më parë. I rrafshojmë mirë në tepsi. Dhe mbi molla vendosmi masën të cilën e kemi përgatitur më parë. Dhe e fusmi në furrë në 200 gradë për 25 minuta. Pjeko është pjekur, e mbuloj me letër përpjekje dhe mbi ja vendosëm një tepsi për arsye se pjeku duhet të rrotullohet. Procedura si në video. Duhet të veproni ashtu siç kam vepruar unë në këtë video. Është një kek me të vërtetë shumë i shijshëm, edhe shumë shpejt përgatitet. Ja vlen ta provoni. Për të qenë gjithmonë pranë recetave të mia, subscribe kanalin Gatimet e Shpresës, që të jeni gjithmonë të informuar për recetat e reja të cilat do t'i postoj. Miru pafshim deri në recetën e radhës.